Në prag mbërriti e në derë nuk hyri, sërish për pak. Veç rrugë mbrapsh nuk bën Bekim Axhiu që për 102 vota nuk arriti të bëhet deputet. Kandidati i Partisë Demokratike shkoi edhe në Gjykatën Supreme, ku kërkoi që krejt votat e kolegëve pretendent nga ky subjekt të rinumërohen. Në këtë rinumërime në urdhëruar nga KQZ-ja janë numëruar vetëm 5201 votat Partisë Demokratike dhe në këtë rinumërim janë 220 votat të cilat janë shtuar ose janë hequr kandidatëve votat preferenciale. Madje për të hyrë kësaj pune edhe me bashkëpartiakun Qendrim Kryeziu, ky thotë se e kanë marrë aminin e kryetarit Bedri Hamza, i cili u citua të ketë përshkruar situatën interesant. Tha se askush nuk ka pse friksohet nëse me hyp 2 herë peshore, nëse i ki 90 kg, edhe dikush dyshon se i ki 90 kg, ti prap hyn peshore dhe matësh edhe nuk ka zot kese. Kërkesë për rinumërim ka edhe kandidati tjetër që u rendit i 45-ti. Po dyshojna sepse unë vetë kam qenë duke përcjell në telefon faqen zyrtare të KQZ-s dhe për 589 vota më janë shtu. Dhe më janë thonë është gabim teknik, ndërsa në ankesën, në përgjigje të ankesës më kanë thonë veç 2 vota. Si 2 vota, si 589 vota quhet vjedhje. Lëndët e të dy këtyre janë hedhur paraprakisht poshtë si të pabazuara nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa.